Kuvendi i Shqipërisë do të ketë një platformë të re i legjislacioni, një portal i dedikuar qëllimi i të cilit është transformimi i mënyrës se si hartohen, diskutohen dhe miratohen ligjet në Shqipëri. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali e vlerësoi nismën si një hap të madh drejt modernizimit të proceseve parlamentare dhe një kapitull të ri për legjislacionin shqiptar. Me këtë platformë ne hapim një kapitull të ri në mënyrën se si hartojmë, diskutojmë dhe miratojmë ligjet. E-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi i një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Ky proces do të mundsojë një rritje cilësore të transparencës. Një portal i tillë është mirëpritur edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato dhe shefi i prezencës së OSBE-s, ambasadori Michel Taran, duke gjykuar se kjo platformë fuqizon transparencën. Të gjitha këto masa do të përmirësojnë transparencën dhe llogaridhënien, integritetin dhe efektivitetin e kuvendit. Në këtë formë edhe besimi i qytetarëve do të jetë edhe më i fortë tek institucioni. Në fakt, ky institucion duhet të ketë të gjithë burimet e duhura financiare. Kjo është kyçe për të siguruar që kemi pavarësinë e këtij institucioni si dhe kapacitetin e tij për të vlerësuar legjislacionin, por edhe për të kërkuar llogari në mënyrë që kuvendi të luajë rolin e vet kyç gjatë negociatave me BE-n. Ky portal është më shumë se një platformë digjitale, është rezultati një pune të gjatë për ta bërë ligjbërjen më transparente, gjithëpërfshirëse dhe të qasshme. Ky tranzicion për legjislacionin elektronik do të mundsojë rezultate të vërteta, harmonizimin dhe konsolidimin e teksteve ligjore, përmirësimin e rrjedhës së punës së brendshme të kuvendit. Po ashtu do të shtojë transparencën dhe qasjen e publikut në raport me legjislacionin dhe do të forcojë koordinimin e të gjitha institucioneve në Shqipëri. Platforma i legjislacioni është një mjet teknologjik që tregon mënyrën se si hartohet, diskutohet dhe miratohet legjislacioni në Shqipëri. Kjo platformë, përveç ofrimit të informacionit, u jep mundësi qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile, grupeve të interesit, të ndjekin dhe kontribuojnë në procesin legjislativ nga faza e hartimit e deri në miratimin në kuvend.